Çdo gjë fillon nga populloria dhe buron si një lum pafund. Sonte, për ndarë shpërblimin për këngën më të mirë popullore, kemi ftuar një zonjë që vjen nga Amerika dhe që për punim shkencor punoi librin për etnomuzikologjin shqiptare. Zonja dhe zotrin kam kënaqësinë të ftoj në skenë zonjën Jane C. Sugarman. Good evening, Ms. Sugarman. Good evening, mirëmbrëma. Tash ka 25 vjet që vi në Ballkan duke hulumtuar muzikën popullore shqiptare dhe nuk jam lindur me muzikën shqiptare, me sigurisht jam rritur me atë. Këngëtarët që janë të nominuar sonte kanë qenë në zemrën time një kohë shumë të gjatë, edhe mendoj edhe për ju të gjithë. Dhe tash do t'i shikojmë kush janë të nominuar. Për popullore të nominuar janë Unë mendoj se të gjithë janë të fituesit, apo jo? Fituesi në kategorinë e muzikës popullore për si vjet është zoti Sinan Vllazëliu. A është këtu? Zoti Sinan Vllazëliu ka lajmëruar, domethënë, në telefon se ka udhëtuar për Amerikë, kështu që çmimin do t'ia dorëzoj unë. Faleminderit.